24 nëntor. Mbahu fort pas shpresës tënde. Kështu Perëndia, duke dashur t'u tregojë trashëgimtarëve të premtimit pandryshueshmërinë e vendimit të tij, ndërmjetësoi me betim, që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej, të kemi ngushëllim të fortë ne, që kemi marrë streh duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. Hebrejve 6:17-18. Pse shkrimtari i Hebrejve na inkurajon të kapemi fort pas shpresës që na u vu përpara? Nëse përjetimi final i shpresës son u arrit dhe u sigurua pandryshueshmërisht nga gjaku i Jezusit, atëherë pse Perëndia na thot që të kapemi fort pas asaj shprese? Përgjigjja është kjo. Ajo që Krishti bleu për ne kur vdiq, nuk është të mos pasurit nevojë për të mbajtur fort, por fuqia aftësuese për të mbajtur fort. Ajo që Krishti bleu për ne, nuk ishte anulimi i vullnetit ton, sikur të mos na duhej të mbaheshim fort, por transformimi fuqizues i vullnetit ton, në mënyrë që të duam të mbahemi fort. Ajo që ai bleu nuk është anulimi i urdhrit për të mbajtur fort, por përmbushja e urdhërimit për të mbajtur fort. Ajo që Krishti bleu nuk ishte fundi i nxitjes, por triumfi i nxitjes. Ai vdiq që ti të bësh pikërisht atë që bëri Pali te Filipianëve 3:12. Po e ndjek prapa se mos e kap, sepse dhe unë nuk kapa nga Jezu Krishti. Është ungjilli dhe jo marrëzi ti thuash një mëkatari të bëj atë që vetëm Krishti mund të aftësoj ta bëj. Domethënë, të shpresoj në Perëndin. Prandaj, të nxis me gjithë zemrën time. Zgjatu dhe kapu pas asaj për të cilën je kapur nga Krishti. Mbaje fort me gjithë forcën tënde, e cila është fuqia e tij. Kape fort dhuratën e bindjes tënde, të cilën Krishti e bleu me gjakun e tij.